Liriu I kohës, Halil Krasniqi, e nisi karrierën me ëndra të mëdha në vendlindje, ku horizontet shpesh kufizoheshin. Me guxim mori rrugën e mërgimit drejt Gjermanisë në kërkim të shtigjeve të reja për të ecur përpara në shkencat mjekësore, por jo vetëm kaq. Një personalitet si unë që nuk kishte mbështetje plot në Gjermani apo në vendlindje, ka luajtur një rol të madh. Në radhë të parë ishte gjuha, e cila kërkoi që në një kohë standarde të përvetësohej gjuha gjermane. Unë atë kohë kam folur vetëm gjuhën angleze, e cila nuk mjaftonte në Gjermani për të filluar dhe për të vazhduar nivelin studentor, nivelin e studimeve dhe të aktivitetet tjera politike. Në këtë kohë ishte edhe niveli politik tepër I acaruar në Kosovë, ku ajo situatë me përcjellte në çdo aspekt, në çdo situatë, në çdo kohë dhe me të ballafaqohej mungesa e kontakteve në fillim me institucione, me organizata tjera. Unë u vendosa tek teza ime në Gjermani dhe për një kohë shumë të shkurtër përvetësova gjuhën gjermane në nivelin më të lartë të njohjes së gjuhës gjermane brenda 6 muajsh, rregullova sistemin e qëndrimit në Gjermani dhe menjëherë fillova studimin e gjuhës gjermane në Universitetin e Düsseldorfit në Heinrich Heine, sepse ishte kusht për të filluar studimet kryerja e fakultetit të gjuhës në fakultetin filozofik, e cila quhej PNDS-Prüfung zum një diplomim, një aftësi e njohjes së gjuhës gjermane. Nga kjo proces kam bërë pastaj njohjen e diplomave të cilat unë I kisha me vete si ajo e shkollës së mesme të mjekësisë, cilin e kisha kryer në Mitrovic dhe vazhdova ndërkohë edhe studimet e gjuhës gjermane, edhe studimet në fakultetin defektologjik dhe atë logopedik, duke e arritur nivelin e doktoraturës në fakultetin filozofik. Pastaj fillova me studimet e fakultetit të mjekësisë në fakultetin në Universitetin e Düsseldorfit. Përkushtimi dhe profesionalizmi e bën të kërkuar profesor Dr. Halil Krasniqin, ndërsa mysafirët nga vendlindja I pret me admirim. Si student, Dr. Krasniqin rrethana kohe e kishte sensibilizuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës tek miqt gjerman. Por që përvoja ime në mjekësinë gjermane është ajo që I plotson kushtet e mjekësisë evropiane apo asaj që çdo herë përpiqet personi të rikthen një jetë normale apo një shëndet për të vazhduar jetën e më të tjeshme, nga këto janë pothuajse mbi 30.000 operacione të sertifikuara në personalitetin tim. Prandaj roli në mjekësi I përfshin jo vetëm mjekësinë moderne në Gjermani, por atë evropiane, duke marrë pjesë edhe në operacione jashtë Gjermanisë. Kam bërë që në klinikën e parë ku kam zotruar kirurgjin dhe jam emërtuar si shef I parë I klinikës së kirurgjisë, metodën e trajtimit të aortës abdominale, e cila nuk zaventësoi me asnjë substancë tjetër artificiale, por me një venë e cila mirret nga shpina e diles në Zelandën e Re dhe kam bërë modifikimin e saj, I cili ka funksionuar edhe disa vite pas operacionit dhe ky është regjistruar në operacionet dhe metodat e reja në kirurgjinë vaskulare për rekonstruksionin e aortës. Këto janë të botura në disa publikime shkencore dhe është e para cila lidhet kryesisht me metodën time sipas Krasniqit, pastaj duke parë vështirësinë e depërtimit në end e gjakut, në organizëm, në arterie apo vena, arrita deri në nivelin e
mendime të shumta dhe zbulimin e shifkes bidireksionale, e cila vendoset në ije apo në një pjesë të trupit dhe pa prerje mund të kthehet në dy anë, në atë proksimale dhe në atë distale, do thotë me një shpurje mund të trajtohen gjitha enët e gjakut dhe që ky zbulim shkencor sot përdoret në tërë botën, prodhohet në Japoni nga firma Kodes dhe shpëndahet të gjithë kirurgët vaskular, kirurgët e përgjithshëm, anestezistët, kardiologët, angiologët dhe radiologët. Prandaj me përvojën e madhe një mjekësi edhe shifet nevoja e trajtimit sa më të lehtë, trajtimit pa pjesë traumatike të pacientëve ku lehtësojnë edhe sëmurjen, edhe rikuperimin e pacientit, por lehtëson punën e kirurgut edhe të pacientëve të cilët janë të atakuar nga kjo sëmundje. Angazhimi im profesional dhe shkencor nuk përfundon vetëm në Gjermani apo në Evropë, por rëndësi më të madhe nga gjithë aktivitetet e mia politike është vendlindja, sidomos Kosova, Shqipëria apo një pjesë e Maqedonisë. Që nga viti 2015 unë interesohem dhe kontriboj për krahu shkencën dhe mjekësinë në vendlinjen tonë rregullisht, pothuajse çdo 2 apo 3 javë. Aty ku kërkohet ndihma ime, unë jam çdo herë në vendin e parë. Do thotë jo që ishte tani, por edhe taramen. Do thotë në çdo aspekt ku unë mund të kontriboj, jam çdo herë i katshëm. Për arsye se edhe e gjej kohën për këtë, menaxhoj kohën për këtë dhe siç të thika më parë, rëndësia primare, elementare e kontributit në shkencë dhe në mjekësi është vendlindja. Kështu që janë pothuajse mbi 12 vite që kontriboj në zhvillimin apo në krijimin e sëmundjeve të komplikuara, sëmundjeve të cilat nuk zgjidhen në vendlinjen tonë, duke kontribuar vetë personalisht, por edhe duke kontribuar në ardhin e pacientëve në Gjermani dhe trajtimin e tyre me një ndërgjegje dhe kompetencë më të plotë shkencore. Një profesionalist me 30.000 operacione, i cili e njeh trupin e njeriut brenda dhe jashtë, lidhshmërinë dhe organet reciproke njëra me tjetrën, nuk mund të mbetet si një mbulesë, si thoni ju, brenda mureve, por ajo duhet të dalë jashtë, të lexohet, të krijohet, të shifet. Aktiviteti im në luftë dhe në UÇK ka një gamë të gjerë, edhe në pajiset, në përbërjen, në kontributin, por që kjo ka qenë një fazë ku unë nuk kam kërkuar apo nuk kam dëshiruar që tjetë me tepër publike. Pastaj publikimit një shkencore, operacionet e para cilat i kam zhvillu në Kosovë dhe në Shqipëri, stentimin e aortës, organit më të madh të gjakut në organizëm, ku kryhet vetëm në shtetet evropiane, në Turqi apo në shtetet tjera të zhvilluara dhe jo në Kosovë, i kam kryer për herë të parë. Kështu që sentimin e veshkeve, arterjeve të veshkeve, arterjet që dalin nga zemra, sentimin e enëve tjera gjakut cilat nuk janë kryer asnjëherë në Kosovë, nëse ato do mbeteshin vetëm për mua dhe spitalin, është një dëm shumë i madh, sepse opinion duhet të njihen me mundësinë e trajtimit të këtyre sëmundjeve brenda shtetit ton, brenda familjes, brenda spitaleve shtetërore të vendlidhjes son dhe të zemrës ton brendshme brenda Kosovës. Është shumë e rëndësishme që gjërat e rëndësishme, aktualitetit, shkenca të jenë aktuale dhe të publikohen dhe popullata të njihet me këto. Përfundimi i një procesi të studimit si kur i hap shtigjet, andaj nuk u ndala, shton profesor Dr. Halil Krasniqi. Pas përfundimit të fakultetit të mjekësisë dhe specializimit në kirurgjinë e përgjithshme, fillova ligjërimin tek fakultetet e ndryshme si të mjekësisë dhe fakultetin e psikologjisë, duke ligjëruar lëndë të ndryshme tek studentët në Universitetin Heinrich Heine. Pas përfundimit të detyrës sime, aty kam kaluar pasaj në Oldenburg, në Universitetin e Oldenburgit, i cili
ka një bashkëpunim të thellë me Universitetin e Fakultetit Mjekësisë në Holland, dhe aty kam ligjëruar rreth 5 vite lëndën e kirurgjisë së përgjithshme dhe lëndën e anatomisë. Përpas asaj, në kthim nga Oldenburgu në Pforzheim, kam ligjëruar në Fakultetin e Heidelbergu, ku ende jam i angazhuar në disa lëndë specializimit të kirurgjisë vaskulare tek studentët që bëjnë specializimin e tyre. Në tërë këtë kohë kam kontribuar edhe në shkrimin e publikimeve shkencore të librave kirurgjike dhe librave vaskulare, por së fundi edhe në publikimet e librave në gjuhën shqipe për Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë dhe në Prishtinë. Këtu kam disa publikime, për shembull të hershme në lamit e ginekologjisë me disa profesorë nga lamia e kirurgjisë ginekologjike, pastaj punimet tjera në kirurgjinë vaskulare, në libra nacionale dhe internacionale në gjuhën shqipe dhe në gjuhën gjermane dhe atë angleze. Kështu që procesi i shkencës nuk është ndalur asnjëherë. Unë edhe tani jam i gatshëm që të publikoj edhe për lami të tjera jashtë kirurgjisë dhe kirurgjisë përgjithshme dhe asaj vaskulare, ku tani jam në përfundim të librave në gjuhën shqipe, e cila përshkruan komplet kirurgjinë vaskulare konvencionale dhe endovaskulare në gjuhën shqipe. Pastaj është një libër i cili është pothuajse në përfundim edhe seksualitetit njerëzor, ku janë të përshkruara që nga lindja deri në vdekje të qenies së gjallë, dhe në këtë lloj forme publikimet shkencore, shkrimi i librave nuk përfundon asnjëherë, sepse është pjesë përbërëse e profesionit tim si kirurg dhe si një mjek, si një person që qëndron çdo herë në ndihmën e pacientëve, zbulime të reja shkencore dhe trajtimin sa më adekuat dhe jo invaziv. Ka vite apo muaj ku kam fjetur vetëm 5 orë, duke e shfrytzuar kohën tjetër për punime shkencore dhe për profesionin tim, cilat i kam bërë me kënaqësi dhe i bëj ende me kënaqësi. Unë mendoj nganjëherë, nëse më lejon një ndërhyrje për dinamizim të bisedës, është kjo dhe qasja e betimit pashakohën? Është pashakohën që kam. Unë them nganjëherë që mua nuk mjafton koha 24 orë për aktivitetet dhe punën time, kurse disa kanë kohë të mjaftueshme që fshen deri në ora 10 apo 11. Them drejtën, kam kaluar vite dhe muaj ku kam fjetur 4 orë apo 5 orë, por që këto janë kompenzuar gjatë kënaqësisë dhe inspirimit tim gjatë ditës, është bërë një kompenzim i gjumit të natës nga kënaqësia shpirtërore, sepse truri pushon edhe gjatë kënaqësisë apo relaksimit gjatë ditës. Relaksim për mua është puna si kirurg, shpëtimi i jetës së njerëzve, dhurimi apo rikthimi e shëndetit të njerëzve, largimi i dhimbjeve, dhe kjo është një kënaqësi, një relaksim, për mua një qetësim i trurit sikur të ishte në gjumë. Në ambientet e punës të profesor Dr. Halil Krasniqi, hasim dëshmi të shumta të ngritjes profesionale. Ndërsa profesor Krasniqi thot se pjesa e pandashme e tij janë familjarët, pacientët dhe studentët e tij, dhe për këtë nuk mungojnë as shkrimet në shtypin gjerman dhe atë kosovar. Përshkruhet qëndrimi im i rregullt që nga viti 2015 në Kosovë, aktiviteti im shkencor dhe mjekësor, por edhe aktiviteti i pandërprer në Gjermani, duke u marrë në profesionalizim në spital, por edhe në aktivitetet e tjera shkencore. Këtu kam një dhurat nga një mjek i imi i cili ka kryer specializimin në klinikën time në veri Gjermanisë, i cili si dhurat thot nuk ka dhurat më të mirë sepse ti dhuroj doktorit aktivitetet e tij shkencore, që të jetë në gjendje me vonë ti rikujton atë që ai kontriboi për shkencën gjermane. Aty lart janë
mjek që përfaqësonin kongresin internacional të cilin e organizoja unë në veri të Gjermanisë, gjithë nga profesorët e universitetit të ndryshme, pasaj ligjëratat e cilat i mbaja me pacient dhe me student, një mori publikimesh në gazeta gjermane, por edhe në gazeta shqipe, është për të përmendur kjo vajza 15 vjeçare, e cila në vitin 2013 arriti në Gjermani me një tumor në koshin e krerojt mbi 5 kg. Këte e kam operuar në spitalin e Emdenit, e cila është publikuar në disa gazeta, por edhe në punime shkencore, sepse ishte një sëmundje e veçantë. Kjo vajza erdhi në Gjermani dhe asë një spital në Gjermani nuk e operonin nga rreziku i madh që do vdiste në Kosovë kursesi, dhe unë e operova pasi më drejtu që unë dëshiroj të kthehem tek motra ime. Është një emocion dhe thot i madh, dëshiroj të luaj me motrën time. Dhe këtë pasaj e kam operuar dhe është kthyer në gjendje të mirë shëndetësore për të luajtur me motrën e saj. Profesor Krasniqi, suksesin e arritur në shkencë e ndërlidh me mbështetje të familjes. Njeriu i vetmuar apo njeriu pa përkrahje nuk mund të ketë sukses të mjaftueshëm nëse nuk ka një personin cilin flitet për të është vetëm bashkëshortja. Një njeri i suksesshëm është vetëm atëherë i suksesshëm nëse i ka dhe nusën përkrahëse apo pranë tij. Kështu që gjithë aktivitetet dhe punë cilat unë i zhvilloj në jetën time dhe në aktivitetin cilin e kam hapësirë të kohës, janë një pjesë të dirigjuara, një pjesë të përkrahura nga bashkëshortja ime. Kështu që në një formë kam hapësirë të mjaftueshme për aktivitetet time shkencore dhe profesionale, duke i kryer ato familjare dhe private nga bashkëshortja. Mundona ta përkrahi edhe në punë, këto në ordinancën tonë cilën e kemi në Gjermani, mundona ta bëj organizimin e gjitha punëve, për shkak edhe televizjet që i ka doktorit tërkohën, edhe në Kosovë angazhimin edhe këto. Mundona ta përkrahi, normal se nuk është e lehtë edhe për neve kur është mungesa e tina në shtëpi, kur pacientët ka nevojë për të, mirë po për shkak që i organizojmë mjaft mirë, mundohemi që ato mungesat i kemë sa më të pakta, se shpesh e përkrahemi edhe në udhëtimet cilat i bën Kosovë me gjithë familjen. A do të thotë që derisa ju mungon, është edhe krenaria jo vetëm e juja, jo vetëm e familjes, por e gjithë neve? Është shumë krenarie madhe për neve si familje. Unë nganjëherë kur i shoh intervistat e bashkëshortit tim, emocionon atë shumë, sa që nganjëherë ndoshta është një thënie jo shumë adekuate ta them kështu në publik, po nganjëherë pyes veten, a jo mund bashkëshortja e këtij personi? Është aq krenari e madhe, aq është nuk di ta përshkruaj sa emocioni i madh, është si për mua si për fëmijët. Pacientët janë të shumtë dhe nga vende të ndryshme. Betimi i Hipokratit është bazament, ndërsa pacientë që vijnë nga trojtë etnike, pavarësisht situatës dhe gjendjes së tyre, nuk mbeten pa përkujdesje shëndetësore, nënvizon Dr. Krasniqi. Këtu ka mundësi që ti trajtoj pacient me lami të ndryshme. Kryesisht kemi rreth 25% dhe 30% bashkëadhetar tanë nga Kosova, cilë vinë nga gjitha viset të Gjermanisë, e sidomos edhe Gjermanët, ku me parë kam qenë i punësuar apo jam kujdesur për shëndetin e pacientëve të veri Gjermanisë, në rreth 600 km, vinë gjithë këtu për të trajtuar. Prandaj, bashkëadhetar kemi 20 dhe 25% dhe duhet të ciku tani edhe publikisht që gjithë ata bashkëadhetar që vinë në Gjermani si turistë dhe nuk kanë sigurim shëndetësor gjerman, ne i trajtojmë, i vizitojmë pa asnjë lloj dëmshpërblimi, sepse është obligim i jon adhetar. Prandaj, operacionet cilat i kryeni klinikën time brenda ditës, i bëm brenda klinikës dhe të tjerë cilët kanë
sëmundje më të komplikuara i kryet në spitalin e qytetit, ku qëndrojnë 2 apo 3 ditë dhe pastaj i përcjellin në klinikën time. Do thotë, operacionet e komplikuara kryhen në spital dhe gjitha tjerat brenda klinikës time, ku kemi mundësi të bëjmë edhe diagnostikën e mjaftueshme, operacionin dhe trajtimin post-operativ. Dëshmit janë të shumta dhe argumentuese, me që kështu e kërkon ligji gjerman, andaj ato janë këtu, shton doktor Krasniqi. Vlerësimi i një kirurgu është numri i operacioneve. Prandaj është më rëndësi për ta cekë numrin e pacientëve, sepse kjo lun një rol të rëndësishëm në ekspertizën dhe përvojën e kirurgut. Ne në Gjermani kemi një detyrim, obligim që operacionet, raportet operative të ruhen mbi 30 vite. Prandaj, në bagazhin tim qëndrojnë mbi 30.000 operacione, të cilat i kam kry në spitalet të ndryshme, ku gjitha janë të dokumentuara me operatorin, asistentin dhe vendin ku janë trajtuar me emrin e pacientit. Kështu që një kirurg gjerman në jetën e tij mund t'i kryen deri në 2.000 apo 3.000 operacione. Shefi im i pari në klinikën universitare të Düsseldorfit, profesor Zarman, në jetën e tij ka kryer 55.000 operacione. Unë kam kryer 30.000 deri tani, nga lamia e kirurgjisë së përgjithshme, kirurgjisë vaskulare, nga ginekologjia, nga ortopedia, nga kirurgjia plastike, por edhe nga lami tjera gjatë gjithë përgatitjes time si kirurg, si profesionalist në lamin e kirurgjisë. Është polemik, është diskusion në media të ndryshme edhe në Kosovë, sepse në Gjermani një gjë e tillë është e mundur, por në karrierën time, në bagazhin tim kirurgjik mbaj mbi 30.000 operacione të cilat janë dokumentuara në botime, në plotësimin e dokumentacionit për pacient. Prandaj është shumë e rëndësishme që me thelb të njihet trupi e një pacienti përpos aspektit psikofizik, psikologjik edhe ai fizik dhe organel. Në ambientet e punës së doktor Krasniqit, pamjet flasin. Ato argumentojnë ndoshta më shumë se 1000 fjalë. Aty gjejmë elemente të pashkëputura nga memoria e profesorit Krasniqi. Është një kombinim shumë i rëndësishëm. Unë jetoj në Gjermani, pothuajse tani janë 36 vite, dhe është si thosh një vend i dytë anësor, ku kryj aktivitetin tim, ku kam kalu jetën më të madhe të jetës time, dhe ku është angazhimi im shkencor, politik, social dhe ai shëndetësor. Kosova me përcjell çdo herë dhe është vendi, është shpirti i jetës sime dhe këtë e mbaj çdo herë me vete, dhe edhe se qëndrojmë jashtë vendit, ne kemi thelbin kryesor në vendlinën tonë. Harta është tani një kënaqësi që ne kemi shtetin tonë komplet pavarur me kufi të siguruar si shtet i njohur në botë. Janë operacionet, është aktiviteti im, janë operacionet atë që unë e kam kry me kënaqësi dhe që e dokumenton jetën time, aktivitetin tim profesional, sepse pa profesion nuk ke çfarë tregon. Folia shqiptare është libri i parë i cili shtjellon politikën kosovare, shtjellon vojtjet që i përithoj populli jonë në nënshrimin e diktatorit serb, dhe në bazë të këtij libri, cilin do ta flasim më vonë, kanë marrë lenë qëndrimin në Gjermani rreth 4.000 shqiptarë nga Kosova, shtetas Kosovë, të cilët tani janë shumë të suksesshëm edhe në Gjermani edhe në Kosovë. Është libri i parë i cili mua më ka dhuru një intencion, një entuziazëm, një thellësi në jetën, kulturën dhe përqendrimin ton kosovar. Është libri që ka rëndësi
shumë të madhe në jetën time. Pastaj libri i nënës është një libër tepër emocional, i cili është shkruar pas 7 vitësh që ka ndruar jetë nëna, dhe janë të përshkruar në këtë libër gjitha lidhshmërit mes njerëzit më dashur të botës, cilin ekziston në jetën e njeriut, dhe që përmban një përshkrim, një edukat e cila vetëm njerë i dhurohet nga prindërit një personi, dhe unë mendoj se e kam kryer obligimin tim, cilin më pothuajse ka çdo njeri. Ky është libri i fundit, pastaj janë libret. Përveç në profesion, doktor Krasniqi është i përkushtuar edhe në jetën komunitare në komunën ku jeton në Gjermani. Dhe jo vetëm ai, por edhe i biri, apo siç thuhet, dardha pikë në ndardh. Këtu jam mandati i dytë në Partinë e Pavarur Politike dhe kemi një detyrë të veçantë në ringritjen e komunës. Ne posedojmë rreth 2 shkolla dhe gjimnaz me 5 qerë të fëmijëve, një numër të madh banorësh mbi 6.000 banor, ku kujdesemi detyrën time kryesore në peticionin e shkollimit, ndërtimit dhe të mirëmbajtjes së komunës, kështu që unë mendoj çdo njeri është i detyruar të marrë pjesë në rrëtimin e komunës dhe të marrë pjesë në aktivitetet e cilat zhvillohen rreth atij personaliteti, sidomos në Gjermani ku unë kam mundësi të kontribuoj edhe më tepër në rregullimin në mirëqenien e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë brenda komunës. Unë jam kujdesur edhe pas ardhsin politik, djalin tim, i cili tani është në mandatin e parë në politikën lokale, në Partinë e Pavarur Politike, deputet në landin e Baden-Württembergut, dhe që thot përpas studimit të mjekësisë do të kujdeset edhe për aktivitetet politike. Unë jam duke ecur hapave të babait tim, ndërsa më kujtohet para 5 vjetëve kur u zgjodh atë deputet lokal me Partinë e Pavarur Politike, ndërsa unë jam tash pranë tij në tryezën e diskutimeve si politikan lokal. Vitin e ardhshëm planifikoj të studioj mjekësinë pa i ndërprer aktivitetet politike sikurse atë këtu në Gjermani, derisa aktualisht të dy jemi të angazhuar si deputet lokal. Unë në mandatin e parë, e babai në mandatin e dytë. Shtëpia është e vëllait dhe e mikut. Kështu na thot profesor Dr. Halil Krasniqi, i cili në ambientet e bibliotekës së tij gjen prehjen krahas profesionit dhe plotson mozaikun e tij shpirtëror. Janë shokët me të dashurt mi apo pasuria ime, një pjesë e tyre e cila ka ndikuar në formimin e personalitetit tim në atë njerëzor apo shkencor dhe mjekësor. Këtu shohin libra të ndryshme nga mjekësia, nga natyra, nga shkenca e gjeologjisë, nga proceset sociale, psikologjike, dhe gjitha këto i kam përmbledhur në një libër i cili përmban përmbledhje të botimeve të mia nga njohurit e përgjithshme të psikologjisë, shkencës, çështjeve sociale apo edhe të politikës. Një nga këto është edhe libri i cili është botuar vitin e kaluar dhe përmban në vete një mori botimesh të rëndësishme për jetën e përditshme, për persona që të kërkojnë një njohuri dhe të ngjenen në jetën e përgjithshme nga shkencat dhe mënyrat e ndryshme. Pastaj janë librat në të cilët kam mësuar deri tani, në të cilat jam orientuar dhe të cilat shërbejnë edhe sot për rindërtimin e jetës së ardhshme, për edukatën e pasardhësve, nxënësve apo edhe studentëve të gjuhës shqipe edhe ata të gjuhës gjermane. Në leksikon ju kam parë. Pse ju përzgjodhen? Nuk e marr parasysh vlerësimin e personaliteteve në Gjermani nga shkrimtarët, nga njerëz e njohur, nga inteligenca kosovare, zgjodhen edhe personalitetin tim që jem pjesë e
enciklopedisë së gjuhës shqipe me të arriturat e mia apo me personalitetin i cili është në një mas për të vlerësuar dhe për të respektuar në shkencën dhe kulturën kosovare. Profesori im, nga të cilat i ka marrë hapat e parë të mjekësisë, është 82 vjeçar dhe ende është në shërbim të popullit, ende operon. Mund të them se mjeku e ka shumë vështirë të largohet nga profesioni i tij edhe kur vjen koha e pensionit. Tani nuk mund të them se ndoshta edhe unë do të pushoj nga puna operative dhe do të shkruaj libra, por një e di sigurt sepse në kohën kur unë nuk do të jenë gjendje të operojme, do të shkruaj libra. Njën nga këto është biografia ime, pastaj tani janë edhe projekte të shumta të librave shkencore dhe psikologjike, se cilat mendoj që t'i lë pas ardhëvese gjithësisë dhe botës atë që ka qenë dhe është e mundur nëse njeriu ka një cilë në jetë. Ai nuk është thjesht profesor, por dritë e dijes. Nuk është vetëm doktor, por shpresë e jetës. Nuk është vetëm ligjërues, por zë i së vërtetës. Nuk është vetëm krijues, por frymë e atdheut. Nuk është vetëm humanist, por zemër e njerëzimit. Ai ecë nëpër kohë si vizionar që mbolli dije në breza, ndërtoi ura mes njeriut me njeriun, mes shpirtit me atdheun. Në çdo auditor është jehona e fjalës së tij, në çdo zemër gjurmë e mirësisë së tij, në çdo hap flamur i përkushtimit. Ai është frymëzim që nuk shuhet, shembull që nuk thyhet, trashëgimi që nuk mbyllet. Jeta e tij është mision, betejë për dije, për nder, për njerëzimin. Ai është profesor doktor Halil Krasniqi.